Bajanak, Baldesk, Dhondri. Dhondër. Po, ha? Kur gjë, në turqisht e nishte, po besoj që... Jemi pra emisioni 05, jam së në sheshin e Ferizajt për një sfidë. A mundesh me gjetë 3 fjalë shqipe që nuk përkthehen në gjuhën tjetër? 3 fjalë që i përdorim ne realisht. S'pëm kujtohem bre. Asnjë. Hajde, ku kemi sot? Qish? Ku kemi sot? Mundesh me u mendu 1 minutë, 2. Momentalisht s'pëm kujtohet kur gjë. Hiç asnjë. Fjala Bajanak nuk përkthehet. Po, Një. Bajanak. Hajde edhe 2 tjera, që një ekip e emision. Baldesk. Edhe Baldësk nuk përkthehet. S'po di tjetër. Na e përdorëm. Edhe një dhe i fiton 100 euro nga dyqani Leila Shop. Bajanak, Baldesk, Dhondri. Dhondër. Po, ha? Kur gjë, në turqisht e nishte, po besoj që... S'pëm kujtohet. Edhe një, mos u dorëzo për 100 euro. S'po di, s'pëm kujtohet. Hajde me ndo, ka dalal. Në kuzhinë, për shembull. Baklava, po. Përkthehet. E përdurim në ashta çdo ditë. Po. Në kuzhinë. Në tryez, në tavolinë e bukës, domethënë. Është diçka e bukës edhe ajo. A përkthehet ashta në gjuhën? Buka përkthehet. Po diçka, mrena bukës, çfarë po? Jo kurja, Po, ktuli. tuli bukës. Po. A përkthehet në gjuhë tjetër? Se di në shta se di, tuli. Tuli s'besaj që përkthehet. Jo, tuli Nuk bukës nuk përkthehet. përkthehet, kështu që... Po besoj që nuk përkthehet edhe, kështu që... Nuk e di që përkthehet. Ashtu, edhe veç që u ndole për respekt për emisioni 05, ne t'i dhurojmë 100 euro nga dyqani Leila Shop. Urna këtu kuponin, Faleminderit. mundesh me shku mi tërhek produkte bio çka do. Qoftë në Kaçanek, qoftë tek Prishtina Madh. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, natën e mirë, respekt. Natën e mirë, faleminderit.